çifte që kanë dhe fëmijë dhe unë i përshëndes, qoftë në Gjermani, qoftë në Shqipëri, në Kosovë dhe në shumë vende të ndryshme dhe në Shqipëri, siç thash, që fëmijët e tyre mua më thrasin pupa. Po ti shiko, ti të njeh. Dhe sot kam një emision në TikTok çdo natë që transmetoj tema psikosociale. Edhe jam certifikuar sepse e kam marrë pjesën e certifikimit të kujdestarisë psikosociale. Edhe dua të përshëndes vërtet të gjithë ato panelistë që vinë tek unë, emër për emër, janë shumë një numër shumë i lartë, edhe që përshëndes më shumë, dua që të përshëndes të gjithë shqiptarët e diasporës, e sidomos ato që janë jashtë oqeanit shqiptar. Ato janë të përfshirë, të angazhuar, energjik, pozitiv, dhe pozitiviteti atyre më bën mua që unë t'jem nga 24 orë, 12, 13, se jo dhe 18 orë live. 18 orë live TikTok. Edhe as edhe njëherë nuk jemi arritur të dalim në atë pjesën e degradimit të shoqërisë. 18 orë live vllai, bi 30 ditën apo? Gjithë natën. E nisim nga ora 9 e mbrëmjes në orën 21 me Shqipërinë dhe përfundojmë në orën 10, 11, 12 edhe deri në orën 3 të mbasdites. Marrim veten, ushqehemi, marrim energjinë pozitive, pastaj rikthehemi përsëri sy në sy. Po mi shiko ti, ajo pjesa e darkës, se ti the për shqiptarët që janë matan oqeanit. Jashtë oqeanit, domethënë janë në Kanada, në Amerikë, mos gaboj në Australi.